sporti, televizioni dhe jeta reale Vilma Mashës. Që të bësh gazetari sportive, çfarë sakrificash kërkon për një grua? Ti jesh në stadium, e pranishme. Po, se kjo sakrificësh? Besoj që është sakrificë, por sakrificë se ndeshjet luen në mbrëmje. Sakrificë është sepse ti pas ndeshjes do të bësh emisionin. Kështu që ti do të ndjekësh lajmin edhe në mëngjes, nuk është se je shkëputur, pra, nuk është se ti sheh një shfaqje edhe diskuton mbi atë shfaqje që pe. Ti do jesh e përgatitur përpara se të shkosh, do shohësh e më pas se çfarë do të ndodhë, të bësh dhe llogarisë si mund të jenë ndeshjet e tjera të ardhshme, sakrificë. Kjo është pjesë e profesionit, s'është një sakrificë e madhe, po për të thënë që kështu bëhet, se nuk bëhet ndryshe, pra ti nuk mund ta bësh të gjë në ora 11 paradite. Jo, nuk mundesh. Se kisha venduar ndonjëherë, por po është një sakrificë. Si shikon ti gazetarin sportive sot? Gazetarin sportive shikoj të zhvilluar, me njerëz profesionist, me djemë dhe vajza që japin për këtë profesion, ashtu si të shka edhe njerëz që mua më pëlqen t'i quaj dekor dhe janë pjesë e zbukurimit të studiove televizive, por që edhe kjo pjesë është okej, sepse kam përshtypjen që duhet për syrin, për ekranin, por ajo që është më e rëndësishme është që ai që është në ekran duhet ta di për çfarë është. Do me thënë, nëse e ka rolin prezantuse, nëse e ka rolin modele, nëse e ka rolin diçka tjetër, bashkëshoqëruese. Dhe kjo është e rëndësishme, momentin që ti e di këtë dhe ndan me veten tënde, them që çdo gjë funksionon shumë mirë. Megjithatë, mendoj se me kohën edhe shikuesi edhe publiku e bën diferencën. E bën diferencën, po kjo nuk bën që njerëzit tërhiqen. Sepse ne si shoqëri kemi një problem shumë të madh, vërtet ne kemi shumë të vështirë ta themi. Do me thënë ne kemi këtë nxitjen që po je shumë mirë, po je shumë bukur, po që në fakt nuk është kështu, sepse njeriu përmirësohet. Po të ndrosh televizorin dhe të shohësh pak jashtë, shohësh më në perëndim, shohësh në Itali, në Spanjë, në Francë, në Angli, si bëhen emisionet sportive televizive, ku përtej atij tisit të humorit që kanë një lloj informacioni të jashtëzakonshëm, kanë një lloj artikulimi shumë të mirë, kanë një lloj qasje në ekran që është shumë e pranueshme dhe e përthithshme për atë që e sheh nga ekrani. Po unë besoj që edhe në vendin tonë ka emisione që ja vlen ti shohësh edhe ti ndjekësh, siç janë edhe kolegët gazetarë apo gazetare. Dhe si të shohim me shumë kënaqësi çdo të diel këtu në ekranin e Vision Plus. E dëgjon telefonin? Po, e dëgjoj telefonin e studios suaj. Tani duhet ta marr? Duhet ta marr. Duhet, okej. Jam kurioztare në fakt. Aha. Po? Alo? Alo? Vilme? Wow. Marrove Vilmin? I te kronikat? Wow. Ska ledhen e ke po? Hajtë pra Vilme, mo marroj këtë gjona se filloj emisioni, hajtë mo. Marroj urgjent, të lutem. E pa Vilmeni, no Vilme. Se gjithë dynjarë shef ty. Do t'i jesh top. Mbaroj këtu emisionin Vilme dhe urgjent shko ullu lexo në shtëpi për finalen. Ta kesh minën top. Okej? Ose thush pasaj jo nuk e dija ose dija. Në rregull? Dhe shumë e rëndësishme finale. Lexo sa më shumë. Okej. Ishte shumë e papritur edhe emocionuese në fakt. Ishte Dritan Shako Hoxha, absolutisht. Që të foli si drejtor. Që më foli si drejtor, sepse është një nga drejtorët më jetëgjatë që unë kam pasur, edhe nga ata njerëzit që ka besuar fort e mua për të më nxjerrë në ekran, edhe kur herë pas here ka pasur dyshime, siç ndodh në këtë profesion, nëse e bën apo jo. Kur flas dyshime, jo për atë që ti thua, po dyshime sepse ishte një domen i cili kishte pjesën më të madhe meshkuj. Shako kështu fliste edhe në mbledhje, por absolutisht që është një nga drejtuesit më të mirë që unë kam pasur, edhe nxitës kryesor që këtë gjë ta bësh vërtet shumë mirë. Edhe kishte edhe një gjë që ishte shumë motivuese. Gjithmonë thoshte që duhet shkëlqesh, hyj dhe shkëlqe, dhe mos mendo për asgjë tjetër, sepse ai e dinte përgatitjen që ne
bënin përpara. Edhe këto fjalët më duket më kujtoi vite më para që sa herë hynin në përfinale, emisionet mëdha e kështu, i bët thoshte ose merrte në telefon, lexove këtë, ke edhe këtë nesër, mos e harroj, ishte shumë i preokupuar. Se si ju drejtoi dhe sa të rëndësishme kishte që të ishit të përgatitura dhe me mendjen plot për atë që do të ndodhte apo atë që ndodhte në stadium dhe më pas në program. Meqense shkuam vite më herët, je identifikuar si një ndër vajzat më të bukura në ekranet shqiptare. Ti ke marrë pjesë edhe në Miss. Do të shkojmë 20 vite më përpara. E vërtet. E kemi gjetur atë moment. Do ta shohim tani bashkë në ekran. Vilma Masha, 20 vjeç, një nga ëndrat e saj, menaxhere e medias më të madhe shqiptare. Sapo ka startuar ëndra e saj. Studion në degën e gazetarisë, mes fantazive të saj spikat vetëm njëra, të zbuloj enigmën e pavdekshmërisë së shpirtit. Vilma, cila është ana më e fortë dhe më e dobët e karakterit tënd? Ana më e dobët është se u besoj shumë shpejt të tjerëve, ndërsa ana më e fortë është personaliteti. Faleminderit ja dhe gazetaret që nuk falin, përgjigjen tak fak. Shoqëruese e parë, Miss Albania 2004, është vajza me numrin? Number 2. Numri 2. Vilma Masha. Shoqëruese e parë, Miss Albania 2004. O Vilma, e njëjta bukuri dhe elegancë. Shumë faleminderit. 2 dekada më vonë. Isha ngjyrë aty, se kemi bërë shumë prova përpara se të shkonim finale. Sa vjeç ishe? Po. Shoqëruesja e parë e Missit? 19. 19. Po, ish kam qenë 19, 18, 19, po 19. Po, kishte filluar studimet e larta për gazetari, kështu që 19 vjeç. Për gazetari. Edhe ishte kështu, unë e kam thënë dhe më herët në fakt që çështja e Missit ka qenë një bast me shokun tim të klasës, me Drinization, që në momentin që jepeshin anoncimet që bëhet Miss Albania, dhe këtem thoshe pse s'shkon, e vë me bas, ti shkon, jo s'shkon, vura bas dhe vajta u regjistrova. Nuk e dia fare pastaj se si do të ishte rrugtimi, vetëm thjesht për kapriço. Edhe fitove shoqëruesja e parë e Missit, dhe më pas erdhi një tjetër propozim dhe përfaqësimi yti ndërkombëtar këtë herë. Po, ndërkombëtar, i pari ka qenë në Filipine, në Miss Earth, Miss Toka, një kompeticion shumë i rëndësishëm, aso kohë edhe tani vijon. Fakt, e më tej ka qenë në Kin. Nazi japin jashtëzakonisht rëndësi konkurseve të bukurisë për 20 vjet më parë. Në Kin, Miss Asia Pacific International, dhe ai ka qenë një konkurs mjaft i bukur, jashtëzakonshëm. Jam ndjerë shumë mirë, edhe aty jam ndjerë shumë krenare që përfaqësoja Shqipërinë, domethënë e mbaja me shumë krenari flamurin, apo te vallet tradicionale që ne kishim, sepse ka një gjë në momentin që ti shkon në një konkurs bukurie jashtë, nuk është vetëm ajo mbrëmja finale që shihet në ekran. Janë të gjitha mbrëmjet, dhe në çdo mbrëmje ti shfaq diçka nga kultura jote, nga ajo se çfarë bën, nga vendi yt, edhe është eksperiencë e jashtëzakonshme për të njohur edhe të tjerët. Vajzat përgjithsisht vinë të përgatitura me staf. Amerika Latine gjithmonë në këto konkurse ka një staf shumë të madh. Po, e vërtet. Kujdeset për to vendet aziatike, gjithashtu disa vende të Europës, të Amerikës. Ti nuk ishe staf. Unë s'kisha staf, unë isha vetëm, sepse kështu ishin rrethanat, kështu ishin kushtet. Domethënë është e vështirë që në ato vite nga Shqipëria të nisej një staf shumë i madh për të shoqëruar. Nuk ishte staf i vogël. Një konkurrente, e vërtet, ndërsa sot është ndryshe sepse sot shkojnë dhe familjarët, lëvizja është më e lirë, s'ka nevojë dhe për viza dhe këtë pjesën tjetër që ti mund të shkosh, po unë kam qenë vetëm. Dhe, okej, eksperiencë e veçantë, po okej, kur shija të tjerët pastaj këto të Amerikës Latine për shkakun bënin shumë përshtypje. Më tregon ndonjë episod që kujton tani, 20 vjet të shkuara. Po, meqense më kujtove këtë të qenit vetëm në fakt, në aeroport më kishin përgatitur që nga Katari për të shkuar në Filipine duhet mbaja në shiritin e fashën e Miss Albania, sepse unë
Po shkoja për misë, atje njerëzit në aeroport ishin të mbuluar, të shihnin ndryshe dhe kështu ndodhi vërtet. Më shoqëruan edhe forcat e policisë, sepse unë isha dhe e veshur me dekolde, siç më shkoi një vajzë për misë, kisha shiritin. Edhe ky ishte një episod që mua edhe më bëri përshtypje në fakt, por e shihja që njerëzit kishin kuriozitet për të parë. Po isha e përgatitur, tani që mendoj vjen dhe për të qeshur, në fakt si mund të ecësh në aeroport me shirit, domethënë është pak e çuditshme, por kjo ishte për çështjen e sigurisë sime. Pra, që të kuptonin dhe të dallonin që unë isha për këtë gjë dhe të më ndanin nga pjesa tjetër ku bëj kontrolli i pasaportave. Tjetër gjë e veçantë që më kujtohet është që kur kam shkuar në Filipinë udhëtimi ishte shumë i gjatë. Në fakt, orë të tëra kam filluar të qaj, edhe stjuardesa nga shiriti i famshëm më çoi te pilotët. Po pse po qaje ti? Po sepse u lodha shumë. Edhe ishte shumë i lodhshëm udhëtimi, edhe domethënë mua më duk shumë i gjatë, nuk kisha udhëtuar ndonjëherë aq gjatë. Ato më çoi stjuardesa pastaj te pilotët edhe po më thonin nga je për çfarë po shkon, sa bukur, sa mirë, ja dhe pak arritëm, ja kjo është pjesa e gabinës, kështu ulesh tu ngrit, më tregonin ato gjërat. Edhe sigur e kalova pak. Ky ishte favori, le të themi që për shumë interesante kur i kujton tani vite më vonë, është e natyrshme që ti kujtosh me shumë buzëqeshje. Në vërtet. Në një moment teksa më thoje që piloti po më tregonte aty, të vizualizova aty teksa kërkon që ti tërheqësh vëmendjen vajzës tënde për të bërë diçka ose për të mos bërë diçka. Do të shkojmë pak në familje, do të flasim pak për ty edhe për bashkëshortin i cili nuk ka zgjedhur asnjëherë që të dalë në publik. Po. Është zgjedhje personale. Unë e respektoj, kam respektuar gjithmonë. Jo gjithë njerëzit kanë dëshirë apo janë të prirur për të dalë në ekran. Nuk i përket botës televizionit, nuk i intereson kjo gjëja, nuk kërkon të bëhet i famshëm, as të ketë vëmendje, kështu që është shumë mirë në fushën e tij. Ju ndeshjet i shihni bashk? Me raste, ndeshjet rëndësishme, kur unë nuk jam në punë, po, edhe mund t'i shohim bashkë. Të tjerat pastaj varet, ose ai shkon në stadium, ose ndeshje tjera i sheh me shoqërinë e tij. Kush është më shumë tifoz? Po, besoj ai, duke qenë edhe mashkull, besoj që është ai sepse i ka parë ndeshjet më herët se mua. Edhe besoj që është shumë më tepër tifoz. Unë fakt edhe nga kjo pjesa e profilit dhe punës kam filluar që më zbehur në që kjo pjesa e tifozerisë. Pra, më vjen, tifoza unë jam e kombëtare, vetëm e kombëtare në hym pjesa e tifozerisë. Pastaj, për ekipet e tjera kam kështu një lloj zbehje, le të themi, një lloj qetësimi. Vilma, si je ti si mama? Di, unë nuk paraja bëj këtë pyetje vete se si jam unë. Unë përpiqem të bëj më të mirën time, duke i dhënë kohë vajzës time, duke qëndruar me të, duke u kujdesur, duke bërë gjërat që bëjnë gjithë nënat, nuk besoj se bëjnë një gjë të jashtëzakonshme për hir të vërtetës, por koha mendoj që është më e rëndësishmja. Koha e kaluar me të është gjëja më e mirë që unë bëj, besoj. Qoftë për afeksionin që i jap, qoftë për sigurinë që i jep një fëmijë në atë moshë, qoftë për t'i mësuar disa gjëra, le të themi bazike që mund t'ia mësoj nëna, kështu që besoj që jam një nënë normale, nuk di nëse kam një përcaktim tjetër për veten, jam normale. Por shohim foto të tuat me Sean, kur ajo ka qenë e vogël, dhe një foto të Seas që është e rritur tashmë. A sheh diçka tek ajo dhe thua, wow, fiksion? Shoh shumë gjëra. Shumë se sa në portret. Edhe në pjesën e tipareve, po edhe në pjesë karakteriale, po nga mënyra që ajo tenton t'i bëj gjërat shpejt, ka guxim, nuk ka frikë, është një fëmijë që nuk ka frikë, hidhet, flet, më pëlqen që flet shumë, merr pjesë, nuk është fëmijë indiferent. Edhe shoh në shumë gjëra që është si mua, apo qoftë edhe për të, nuk e di, vendosur epitete, kthyer përgjigje, dhe më bën përshtypje kjo gjëja, e them si ka mundësi që fëmia mund të ngjaj kaq shumë. Dhe të ngjan shumë vërtet. Më ngjan, po, edhe në pjesën fizike më ngjan. Po pjesa që ti çuditesh më shumë është ajo karakteriale. Ajo që ti habitesh, domethënë si ka mundësi. Do të shohim në ekran një foto, Vilma. Je ti në ditën e dasmës? Po. Për krah me babain tënd. E kam pak të vështirë, në fakt, flas sepse babai im nuk jeton më, edhe
është një nga fotot më të bukura që kam. Por unë humbjen e tij nuk e kam kaluar. Edhe e kam thënë dhe më parë edhe e kam provuar dhe menduar këtë që koha shëron, në fakt koha nuk shëron. Ti thjesht mësohesh, mos ta kesh praninë e tij edhe vetëm kaq. Edhe dhimbja mbetet aty gjithmonë edhe herë bëhet më e madhe, herë duket sikur është e izoluar. Po babai im ka qenë shumë i rëndësishëm në jetën time. Ka qenë vërtet shumë i rëndësishëm. Unë i kam pasur të dy prindrit shumë afër meje dhe vllai tim ka qenë njëri punëtor, i cili donte shumë na arsimonte dhe na shkollonte. Ka qenë njëri që nëse ne flasim për sakrifica, besoj ai brezjat i prindërve tanë kanë sakrifikuar jashtëzakonisht. Jashtë limiteve. Unë nuk e di nëse ne bëjmë këtë sot. Nuk besoj që e arrim. Sakrifica për t'i ushqyer mirë fëmijët, sakrifica për t'i veshur, sakrifica për t'i arsimuar, për t'i çuar në kurse, sakrifica edhe për t'i argëtuar. Se ditën që ishte pushim një diel, do të na argëtonte patjetër, do kalonte kohë me ne. Ishte shumë i rëndësishëm. Unë kam pasur babai me shumë autoritet edhe pak tradicional për hir vërtetës, sepse duke qenë nga një familje tironse nuk ishte shumë liberal dhe më duhej që her pas here të përplasesha me të për zgjedhjet e mia. Për shumë një prej tyre ka qenë që mos merrja pjesë në mis, ka qenë shumë kundër që unë merrja pjesë në mis, nuk donte, nuk i pëlqente që t'ishe e vëzhguar. Edhe gjëja tjetër që mbaj mend, edhe kur fitova fakultetin e gazetarisë kishte një lloj kështu, nuk donte që unë të shkoja te gjuletërsia, që mos isha në vëmendje, në ekran. Pastaj më vonë kuptoj që kjo ishte zgjedhja ime edhe që mua për hir vetes më shkoi shumë mirë. Po ka qenë vërtet shumë i rëndësishëm dhe unë e kam shijuar shumë. I kam shijuar të dy prindrit shumë dhe vetëm për këtë nuk jam pishman. Vjen keq që periudha e post-Covidit, siç ndodhi shumë familjeve shqiptare, por sigurisht edhe jashtë, bëri që mos jetë më fizikisht, por unë e ndjej se unë ngjaj me të, ngjaj shumë për gjërat që bëj, për mënyrën se si jam, për të qenit pak e vërtet, ndonjëherë edhe e ashpër. Unë jam shumë e vështirë për të modeluar dhe për të zbukuruar një gjë që nuk është. Edhe për këtë i kam ngjarë atij dhe në fillim më dukej që kur isha më e vogël nuk pëlqente kjo gjëja për t'i thënë gjërat kaq hapur, po me kalimin e viteve kuptoja që nuk zhbëhesha dot dhe shumë shkoja. Tani kam bërë paqen me veten që kështu jam edhe këtë gjë e kam edhe unë. E ke edhe ti si babi. Nëse shohim këtë foto, a kujton ndonjë bisedë që ke bërë gjatë kësaj ecjeje me babain tënd, një fjalë që ai ta ka thënë, diçka që ti i ke thënë? Nuk ka pasur bisedë, sepse ne ishim në një farë mënyre të përgatitur, vetëm thjesht e pash se si dukej, edhe më pas se si dukesha, edhe i thash vetëm që ec pak ngadalë, vetëm këtë, sepse më duhet për pjesën e ecjes edhe të fustanit. Po e di që ishte i lumtur edhe ai duket shumë i lumtur. Po, dhe ka qenë shumë mirë sepse aty ka kaluar edhe një fazë shumë të mirë të shëndetit të tij, se ka pasur një betejë të gjatë me një smundje të rëndë vite më para dhe ka qenë shumë i lumtur që arriti ditës që të ishte edhe në ceremoninë time të martesës, po ashtu shijonte edhe lindjen e vajzës. Por ky është moment shumë i bukur dhe ka reflektuar një kënaqësi shumë të madhe aty dhe ndjente dhe i pëlqente shumë dhe u kënaq shumë që unë e bëra këtë gjë. Pra që bëra këtë lloj ceremonie me njerëzit e mi të afërt. Dhe është një moment kaq i bukur, një moment lumturie i të dyve ju. Po. Kemi edhe disa foto të tjera të tuat. Okej. Janë foto artistike? Po, foto artistike, po fotot e veshur si nuse, pra vërtet, jo foto artistike me një fustan nuse. Seti fotografik që unë kam bërë për para ceremonisë në fakt, kjo është bërë gati një muaj për para ceremonisë.
më ka pëlqyer dhe më ka shijuar, edhe pse her pas here edhe kujtoj atë ditë se nuk është shumë e largët, nuk e ndjeja veten shumë si nuse aty. Domethënë ka tjetër përjetim kur takon njerëz dhe ka tjetër përjetim kur ti shkon vetëm thjesht me bashortin edhe bën atë setin e fotove. Setin e fotove. Megjithatë tani që shoh pëlqen shumë edhe kujtoj me detaje, domethënë gjithë pjesën e ditës, përgatitjes, vajtjen etj. Kjo është magjia e një fotoje, që ti e sheh edhe kujton gjithçka ka ndodhur atë ditë. Cilat janë bisedat më të zakonshme sot në shtëpinë tuaj? Bisedat për vajzën patjetër. Për vajzën patjetër. Në vend të dytë për futbollin? Edhe për futbollin, po edhe pjesa jone marrëdhënieve shoqërore, personale, fare fisnore, nuk është se janë të përjashtuara, por kryesisht janë për vajzën edhe se si e kalojmë pjesën e dytë të ditës, pra pas ditën, se çfarë do bëjmë pas dite, ku do shkojmë, apo... Dhe ju jeni gjithmonë bashkë? Po, jemi, po. Përpiqemi të jemi gjithmonë edhe në pjesën më të madhe të kohës jemi gjithmonë bashkë, sepse na pëlqen kjo gjëja. Unë vajzën e kam bërë në një moshë relativisht të vonë, duhet thënë, pra nuk kam pasur asnjëherë këto pendesat apo pishmane të një jete që nuk e kam bërë. Mua më duket sigurisht time e kam bërë me faza dhe me etapa që më kanë shkuar mirë dhe prandaj tani dua t'i dedikoj kohë asaj se jo vetëm që kënaqem, po nuk kam gjë për të që mund të kthej kokën pas dhe them si nuk e bëra edhe këtë. Sigurisht që ke bërë gjithçka ti ke dëshiruar, ke dashur edhe profesionalisht. Po. Nesër është finalja e madhe e Champions League. Do të shohim me kënaqësinë më të madhe në ekranin e Vision Plus, nesër në orën 17 përpara ekranit. Të bëjmë një ftesë për publikun dhe për shikuesin. Patjetër. Ata që na kanë ndjekur gjatë gjithë këtij viti që për hir të vërtetës ka qenë mjaft i mirë, edhe duhet përfitoj pak nga rasti për të falenderuar të gjithë njerëzit që besuan te mua për Champions League-ën dhe absolutisht stafin e mrekullueshëm që ka Vision Plus. Duke i përfshirë të gjithë, nga i pari tek i fundit, sepse unë e shoh që këtu ka njerëz me shumë përkushtim dhe njerëz që e bëjnë punën e tyre me shumë dashuri. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë për kohën e sotme dhe për vendin ku ne punojmë dhe unë e konsideroj shpeshherë edhe fat, sepse na ndihmon që dhe ne që të jemi në ekran të dalim mirë, të japim të mirën tonë dhe realisht të shkëlqejmë. Kështu që ata që na kanë ndjekur gjithmonë, nesër patjetër do të qëndrojnë në Vision Plus, jam e bindur, do të shijojnë aty magjinë dhe spektaklin që ofron vetëm Champions League. Vilma Masha për sportin, televizionin dhe jetën reale. Ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit që isha pjesë e Living Day, më emocionuat pak në fakt edhe tregova disa gjëra dhe përjetime që si kam thënë më parë, por kjo ndoshta është edhe le të themi magjia e një bisede brenda familjes, brenda shtëpisë ndoshta. Kjo është Vilma e vërtet. Është ndjeshme dhe që emocionohet. Faleminderit Vilma, publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën tjetër ku do të flasim për Ferma VIP.